إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plot fuqishëm s'ka askush mund ta devijoj. Dhe atë që Allahu i madhruar e humb s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatat dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, javën e kaluar folëm për një të vërtet të madhe që shpesh e neglizhojmë. Ajo është se vërtet mbi çdo sukses që mund ta paramendojmë në këtë botë, qëndron suksesi më i madh dhe më thelbësor, ai është arritja e kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm. Folëm se njeriu në këtë dynja mund të fitojë pranimin e njerëzve, suksesin, pozitën e kështu me radhë, por nëse nuk arrin që Allahu me qenë i kënaqur me të, atëherë ka humbur thelbin. Dhe në anën tjetër kemi përmend se ka njerëz që ndoshta në sytë e njerëzve tjerë mund të shikohet se nuk është ku me di çfarë njeri, apo ka arrit ndonjë pozitë apo ndonjë gjë në jetë, por i tilli tek Zoti i Madhërisëm ka arrit kënaqësinë e krijuesit të tij, prandaj edhe ai në fakt në realitet është në kulmin e suksesit, megjithëse njerëzit nuk e dinë edhe nuk mundin me e kuptu atë. Gjithashtu pamë vëllezër të nderuar se kjo nuk ishte vetëm një ide teorike, për arsye se Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar në disa vende përmend frazën, shprehjen radiallahu anhum wa radu an, që përkthimi kur flet për disa grupe të njerëzve, disa shoqëri, disa breze, thot Zoti ka qenë i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me krijuesin e tyre. Dhe kemi përmend se gjenerata sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin ata të cilët e kanë arrit këtë kënaqësi të Zotit Madhërisëm, krijuesit të tyre. Dhe e kemi përmend ajetin në surën At-Tauba, ajetin 100, që sqaron edhe e qet në pah këtë të vërtetë. Pastaj gjithashtu e kemi përmendur një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilën e kemi theksuar apo është kuptuar nga hadithi që vërtet arritja e kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm nuk është një specifik, një veçanti i një grupi të caktuar të njerëzve, individëve të caktuar, me thonë brezi sahabeve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë arrit çfarë kanë arrit, por është një ofertë, me thonë kushtimisht, për secilin prej neve, për mu, për ty dhe për të tjerët në përgjithësi, vetëm kërkohet prej neve seriozitet dhe me e synu këtë gjë edhe me i dhanë mundin edhe praktikisht edhe mundemi të arrim se cili prej neve pa përjashtim. Prandaj, të nderuar, ashtu që e kemi përmend javën e kaluar, sot do të flasim për te vlerës së arritjes së kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm, duke i sqaruar disa aspekte konkrete, disa veprime praktike të cilat na bëjnë se cilin prej neve, prap po them, mundet me na ba prej atyre që Allahu është i kënaqur me ta, edhe ne të jemi të kënaqur me krijuesin ton. Për arsye se sot do të flasim në disa veprime praktike, në disa
përditshmëri tona, të cilat nëse i fusim në praktikën tonë ato, atëre vërtet mundemi gjithsesi me arrit këtë kënaqësi dhe këtë dashuri të krijuesit tonë, Zotit të plot fuqishëm. Prandaj nuk është diçka kjo si diçka e paqartë, apo s'mundet me u kuptu, apo me praktiku, apo është diçka shumë e rëndë e vështirë, apo që vlen që është thamë pak ma heret për një gjenerat, apo një grup i caktuar i njerëzve, po për secilin prej neve e kemi këtë ofertë, e kemi këtë mundësi, por ajo që ka kërkohet është vetëm seriozitet, edhe sinqeritet, edhe veprim. Për arsye se dashuria apo arritja e kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm nuk është, nuk mund të arrihet vetëm me një dëshirë tonën apo me një shpresim tonën. Këtë e kanë kuptuar shumë mirë muslimanët e parë, dietarët e mirënjohur, prandaj edhe një prej këtyre ulemave ka thënë një frazë, një fjalë në cilën e thekson këtë që e tham, që vërtet së bashku me dëshirën dhe me shpresimin duhet me u përputh edhe praktika jonë, aspekti i veprës për me e arrit edhe për me përmbyll ky synim me plot kuptimin e fjalës. Po thot Hasan al-Basriu me një rast, thot lejse l'imanu bit tamanni wala tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Përkthimi, po thot Hasan al-Basriu, një nga tabenët dietarët e njohur të kohës së hershme, po thot me këtë thanje të tij, thot vërtet imani, besimi nuk është vetëm çka pretendim, e as dëshirë, e shpresime. Domthonjë që me thonë unë kështu e, unë kam qef kështu e, unë e pëlqej këtë, pra nuk mjaftohet imani i besimtarit me këtë. Por çfarë po thot ky dietar, po thot walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al a'mal apo al amal. Përkthimi por iman me kuptimin e fjalës është ajo çka qëndron apo ajo çka gjendet në zemrën e njeriu. Pra ajo çka e beson dhe ajo çka ka fjet në zemrën e tij, pastaj e vërtetojnë këtë besim veprat e tij. Praktika. Prandaj këto dy gjana shkojnë njëra pas tjetrës, apo së bashku njëra me tjetrën. Pra jo me neglizhu njërën anë dhe me i dhanë përparësi tjetrës, po të gjitha të dyja së bashku. Dhe kjo është realiteti i imanit edhe arritjes së besimit të muslimanit. Prandaj nuk mjafton vetëm me dëshiru, por duhet me e jetu nëse dojmë me arrit suksesin në këtë dynja. Prandaj do të shkojmë, do t'i përmendim disa aspekte praktike, disa veprime konkrete, të lehta për secilin prej neve, që janë të zbatueshme, i kanë zbatuar njerëzit e mirë dhe besimtarët e sinqert dhe kanë arrit kënaqësinë e Allahut Madhërisëm, po gjithashtu mundemi edhe ne, edhe unë e ti, secili prej neve, me i zbatu dhe me i fut praktikën tonë, në jetën tonë përditshme, edhe me arrit atë epitet që me qeni kënaqur Allahu me neve dhe ne të jemi të kënaqur me krijuesin ton, Zotin e plot fuqishëm. Cila është, do thot, vepra kryesore apo e rëndësishme që na ndihmon neve me e arrit kënaqësinë e Zotit Madhërisëm. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo të jem ma korrekt në një hadith kudsi, që Allah i Madhërisëm thot, pra dhe këtë fjalë e përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve, po thot në këtë hadith Zoti i Madhërisëm, në hadith kudsi, po thot Zoti i Madhërisëm, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Përkthimi, po thot Allah i Madhërisëm në këtë hadith kudsi, nuk robi im, pra njeriu, nuk më afrohet mua, domethënë me veprime, me punë, nuk vjen afër, do thot nuk bën veprime me cilat më bëjnë të afër tek ai, se sa ato që janë të dashurat e une, ato janë obligimet, farzet e tij, farzet e Allahut Madhërisëm. Me një fjalë, gjëja e parë që e çon njeriu drejt arritjes së kënaqësisë së Allahut Madhërisëm është më unajt gati farzeve të Zotit.
obligimeve, farzeve që Allah i madhreshëm ti ka obligu ty, dhe nëse je duke i përmbajtur mirë farzeve të Zotit madhreshëm, atëherë je në rrugë të drejt arritjes së kënaqësisë së Allahut madhreshëm. Pra, çfarë nënkupton me qenë i rregullt, apo me qenë nga ata të cilët i rrin gati këtyre, fillimisht me qenë i rregullt, ashtu siç e përmendëm pak më herët, pastaj me qenë i përpikt në kryerjen e tyre, po gjithashtu edhe serioz në kryerjen edhe quarjen në vend të këtyre farzeve në përgjithësi. Prandaj mos kërko me qenë i veçantë duke i lënë anash ato veprime që Allah i madhreshëm të ka urdhëruar me to. Mos syno me arrit kënaqësinë e Allahut madhreshëm duke i në përkëmb farzet e tij. Për arsye se sikurse çdo ndërtesë e lartë që nuk mundet me u ngrit nëse nuk ka temel të fuqishëm, gjithashtu edhe në Islam temeli i çdo ngritjeje është, do thot, me unajt gati farzeve të Zotit madhreshëm. Namazi, agjerimi, zekati e kështu me radhë, pra ju rrin gati këtyne, edhe këtu e ndërton edhe qet një temel të fortë, pastaj me ndërtu mbi të atë çka është e mirë dhe ajo çka është të arrin edhe të ngrit në grada më të larta të arritjes së kënaqësisë së Allahut madhreshëm. Dhe nëse kjo nuk funksionon dhe këtë nuk je duke bë, atëherë dije që nuk je në rrugë të drejtë dhe je duke lënë, je neglizhent dhe është vështirë me arrit aty ku po pretendon edhe po synon. Gjëja tjetër që gjithashtu është e rëndësishme është ajo që ka përcjell Abdullah ibn Mesudi, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po thot, e kum pyet me një rast pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, cilat vepra, o i dërguar i Zotit, cilat vepra janë më të dashura tek Allahu i madhreshëm. Edhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e caktuar. Pra një nga veprat që Allah i madhreshëm e dën, respektivisht ai i cili rrin gati atyre, gjithashtu edhe e dën atë rob, atë njeri, është ai i cili ju rrin gati namazit edhe fal në kohën e caktuar. Pra nuk e neglizhon atë. Dhe ky është, do të thotë, standardi i arritjes së kënaqësisë së Allahut madhreshëm. Pra i përpikt në faljen e kohës së namazeve në kohët e parapara, jo me i vonu, jo me i neglizhu, jo me i në përkëmb, po ju rrin gati, dhe ky është, do të thotë, një shenjë, një formul, edhe gjithashtu një test për secilin prej neve, edhe për mu, edhe për juve në përgjithësi, nëse dojmë me ditë a jemi nga ata të cilët jemi duke bë vepra të cilat na afrojnë tek Allahu i madhreshëm, atëherë shikoje namazin tënd. A je duke fal me kohë, edhe a je duke i ndajt gati, atëherë nëse është kështu, atëherë ka shpresë dhe je për rregull në jetën tënde dhe në arritjen e këtij suksesi. Nëse këtu ki je neglizhent, atëherë mos kërko dhe mos syno me arrit zgjidhje tjera, për arsye se kjo është ajo që e don Zoti i madhreshëm, e nëse don me arrit kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut Zotit tën, atëherë bëj atë që Allahu i madhreshëm e ka qef, atë që e dëshiron Zoti i madhreshëm, edhe bëhesh prej tyre. Gjëja e tretë, vëllezër të nderuar, që është shumë e rëndësishme për me arrit dhe në një formë që qëndron sekreti i arritjes së suksesit, është ajo që ka thot Aisha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot: ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Përkthimi, po thot Aisha radiallahu ta'ala anhu, se e ka dëgju pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë që vërtet veprat më të dashura tek Allahu janë ato që kanë kontinuitet, vazhdueshmëri, edhe nëse janë pak. Domthonë kanë vazhdueshmëri edhe nëse janë pak. Me një fjalë, fillimisht farzet ja u jep hakun ashtu siç duhet. Këtu nuk ka pak shumë, po dihen qartë cilat janë, edhe ju rrin gati edhe i zbaton në mënyrën, në formën më të mirë. Tani vijnë veprat e mira, jo shumë, po më unet gati. Me një fjalë, po du me përmend një shembull thjesht për me e kuptu çfarë po synon apo çfarë është qëllimi i hadithit. Ne vedim që prej syneteve të lavdrume, prej nafileve të lavdrume është, për shembull, me fal namazin e duhas, që është një namaz që falet mas lindjes diellit deri në kohën e drekës,
kur do që të munësh, 2 rekate, 4 rekate, 6 rekate, 8 rekate, është mirë me falë. Njën nga synetet e lavdrume. Por nëse shtrohet pyetja, a është ma mirë me falë çdo ditë ka 2 rekate, apo mi falë një herë 10 rekate, pastaj një javë, apo një muj ditë hiç mos me falë, pastaj prap mi falë 10 rekate e kështu me radhë. Jo, themi më e dashur tek Allahu i Madhreshëm është kontinuiteti. Domethënë çdo ditë ka 2 rekate, jo ma shumë, po ju rrin gati atyre. Gjithashtu edhe në sadaka, Allahu i Madhreshëm e dën atë rob që vazhdimisht jep sadaka, jo shumë, po e bën do thotë shprehi dhe në kontinuitet, në vazhdueshmëri. Pra çdo ditë ose çdo javë, ose çdo muaj, kur të merr rrogën, e dall një pjesë. Qoftë do të 10 euro, qoftë 20 euro, qoftë 30 euro, varësisht sa ka mundësit, edhe thot këta ku me ba vazhdueshëm çdo herë, sa herë që të marr rrogën edhe vazhdon në këtë kontinuitet. Vazhdon në këtë veprim, kjo është do të thotë prej veprave që i don Allahu i Madhreshëm. Pra gabimi shumë njerëzve fatkeqësisht qëndron në atë që në veprat mira fillojnë fort, edhe shumë, edhe që thuhet në gjuhën e popullit me hyjim, do thotë me shumë gjëra për një herë, pastaj zbrapset edhe pushon një kohë gjatë, edhe nuk bën vepra. Jo, tek Allahu i Madhreshëm pak, po vazhdueshmëri. Kjo është do thotë një prej veprave, prej gjërave që na afron tek Allahu i Madhreshëm edhe na bën nga ata të cilët pra i don Zoti i Madhreshëm, pra që kanë kontinuitet, vazhdueshmëri në vepra të mira. Dhe kjo është ajo çka ngrit edhe të bën prej besimtarëve që afrohen edhe i do Zoti i Madhreshëm. Pastaj gjëja e katërt edhe e fundit prej veprave që vërtet njeriu do thotë nëse i fut në veprimtarinë e tij, në praktikën e tij, bëhet prej atyre njerëzve që i do Allahu i Madhreshëm, është ajo që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë. Më të mirët për juve janë ata të cilët kanë moral të mirë. Çka do të thonë moral të mirë, sjellje të mirë. Pra nuk janë arrogant, nuk me gjuhën e tyre, me fjalët e tyre, me sjelljet e tyre karshi të tjerëve. Jo vetëm në xhami, po edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe në familje, edhe në kolegë, në punë, edhe në rrugë, edhe duke vozit kerrin, edhe në çdo situatë manifestojnë një sjellje edhe një raport mirë me të gjithë njerëzit, pavarësisht se kush janë ata dhe me kën kanë raport edhe sjellje. Pra e manifestojnë kulmin e mirësjelljes me ta në përgjithësi. Dhe këta janë ata njerëz që Allahu i Madhreshëm i don. Pastaj në një hadith tjetër edhe më shumë e nxjerr do thotë këtë në ajo është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, a dëshironi t'ju tregoj se cila është sadakaja më e dashur tek Allahu i Madhreshëm. Pra jemi duke folur për veprime që i don Zoti i Madhreshëm, me i praktikuar ato që ne të arrijm kënaqësinë edhe dashurinë e Zotit të Madhreshëm. Edhe po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo dëshironi t'ju tregoj se cila është sadakaja më e dashur tek Allahu i Madhreshëm. Nuk është sadakaja material, nuk është domo ajo që japum materialisht, por po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përmirësosh marrëdhëniet mes njerëzve kur ata janë të prishura. Me një fjalë, të bësh ti sebeb nëse 2 njerëz janë në konflikt dhe kanë do thot armiqësi, apo kanë një kontest, apo kanë një problem mes vete, edhe ti bësh sebeb edhe ju afrosh atyre dhe i afron këta 2 njerëz. Kjo është do thot sadakaja më e dashur tek Allahu i Madhreshëm që mundet me ba njeri. Kështu po ta tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra besimtar i dashur te Zoti i Madhreshëm që arrin kënaqësinë e Zotit të Madhreshëm është kush? Ai i cili pra fillimisht është i mirë dhe është i mirësjellshëm me të tjerët në shoqërinë në përgjithësi. Pra ai i cili rregullon dhe nuk i prish njerëzit, ai i cili afron dhe nuk i largon njerëzit, ai i cili nuk ndez konflikt, po në të kundërtën bëhet sebeb që me shujt urrejtje, me shujt konflikte, me shujt përçarjen mes njerëzve, pra bëhet sebeb me afru mes të njerëzve e jo të kundërtën. Dhe ky njeri i cili ka këto cilësi dhe mundohet me kultivu në veten e tij këto cilësi, ky është në rrugë të hajrit edhe është prej atyre që vërtet
Allahu i Madhërisht i don edhe është i kënaqur me ta. Prandaj vërtet vëllezër të nderuar, neve i përmendëm 4 gjëra që nëse mundohemi me i fut në praktikën tonë e arrim kënaqësinë e Allahut të Madhërisht. Përndryshe në Kur'anin famlar ka shumë ajete kur flet Zoti i Madhërisht thot këtë vepër e don. Allahu është ata të cilët e bëjnë këtë vepër është prej atyre që i don Allahu e kështu me radhë. Kemi me dhjetra ajete, gjithashtu edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk është synimi me përmend shumë. Aq sa duhet me qenë synimi jonë me i zbatu ato që i dim. Për arsye se fatkesish problemi, po sa që në kohën bashkëore, nuk është në mungesë të informacionit. Për arsye se me një pull në telefonat tonë, çdo interesim, çdo gjë mundem me gjetë. Por ajo që na mungon neve është futja në praktike asaj që e dim dhe asaj që e dëgjojmë dhe atë që e mësojmë në jetën tonë përditshme. Lutim Allahun e Madhërisht na bëjnë nga ata të cilët vërtet bëjnë vepra, udhëhiqen apo orientojnë veten e tyre ka ato vepra që i don Allahu i Madhërisht, edhe na bën prej atyre që vërtet kur dalim nga kjo dunja bëhemi nga ata të cilët i thret Zoti i Madhërisht, ashtu që kemi përmend në ajetin në hutbën e kaluar ku thot Zoti i Madhërisht ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. O ti shpirt i qartë, i rahatum, i qetësum, kthehu te Zoti yt duke qenë ai i kënaqur me të dhe ti i kënaqur me krijuesin ton. Me një fjalë, ky me qenë do thot ajo mënyra dhe forma me cilën ndahemi nga kjo dynja e jo diçka tjetër, e jo preokupime tjera. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.